Tregtarët e tregut të Pakicës në afërsi të pazarit të vjetër të Korçës kanë protestuar ditën e njëjtë. Shkak është bërë mungesa e infrastrukturës në këtë treg, teksa tregtarët që operojnë në këtë treg tregojnë se me ironi nuk shesin vetëm produkte ushqimore, por edhe baltë fal haresës së Bashkisë së Korçës që i ka bërë atyre. Që neve kemi këtu gati 22 vjet më bën mua këtu në këtë vend. Edhe i njëjti problem ka qenë që në fillim edhe deri tash një dy herë kanë shtruar, po e shtrojnë thatë, kështu me xhavor thatë edhe ka ikur nga shirat, nga koha, nga dimri, nga këto, edhe ikën, ja, si që shikonin në gjendje jashtë. Këtu janë 2 supermarkete. Unë nuk e di, edhe turistë vinë plot, po ku të vinë këtu, qatë shikojnë? Qatë shikojnë këtu? Por ashtë këtu syet do të nuk vinë, nuk vinë do të njërë këteja një. Pale turistët që vinë edhe ikin që aty në matan edhe këthejnë nga mbrapsh, se s'ka nga të vinë. Po mund të jenë, ata e dinë sa ata e dinë më mirë për nevere. 100-150 biznesa, 3 magazinat me shumit këtu janë, 3 këto supermarketet të janë, po është aneza gjënë zjarëhikësja, kjo është problemi kësaj. Janë magazina me shumit, magazina me pakit, është qendër e pazarit. Vetëm rruga të shtrohet, mos mbaj ujë, vetëm kaj duam, asgjë tjetër. Problemi është që ne njojmë të tërë këtë problem, se është nevoja që unë të shpjegoj. Këtu ka, është një gjë që duket. Këtu është të shtunë, të premte, të shtunë, vinë turizmi, nuk vinë turizmi, se këtu duan të marrin qizma. E dyta, këtu janë tërë bizneset, taksa pagus janë të gjithë, pse mos bëhet kjo rrugë këtu? Të kontaktuar, drejtues të Bashkisë Korçë shprehen se projekti për rivitalizimin e projektit të këtij tregu është gati, por ende nuk janë siguruar fondet e nevojshme.